Na thoni prap se jeni ju aty, është zyrë e Partisë Socialiste. Çfarë kërkoni ju në një zyrë ku nuk ka baner dhe nuk ka logo? Çfarë kërkoni ju aty? Nuk dua të ikë ju me çfarë statusi jeni aty. Na thoni prap se jeni aty. Ti dhe ky banditi tjetër këtu. Edhe ky banditi. Edhe ky banditi. Se i ke prek. Ju pse jeni këtu? I ke prek atë. Me çfarë statusi jeni? Ti s'kam prek me dorë, mos më prek me dorë. Thoni prap se jeni ju këtu, a është zyre juaja? A është zyre juaja? Nuk të llogaris për njëri. Nuk të llogaris për njëri po them. Ikse të llogaris. A është zyre juaja? A mund të na thoni është zyre juaja? A është ky një kërcënim? Jo, Ambroze, ta dëgjojmë audio dhe do t'i kërkosh zotit Braçi publikisht ta tërheqim brapsht kërcënimi karshiteje. Po nuk i kërkoj zot. Do një farë fije burrërie. Të lutem, kërkojani këtë. Ju lutem, a është zyre Partisë Socialiste? Ju njerë do të rishni kërcënime ndaj meje, po shparë më ke prekur. Ju do të rishni denoncimet nga mua e para, dhe dyta na thoni, a është zyre Partisë Socialiste përderisa mos më prek mua me dorë, mua mos më prek me dorë, dhe mua mos më drejto me ashtu. Na thoni, a është zyre juaja apo jo? Se jeni në atë zyrë ku ka pas persona që jam sheu. Më falë, a është zyre Partisë Socialiste? Na thoni pra, a është zyre Partisë Socialiste? Thojani publikut prapë se vini fsheu razi. Na thoni, nuk ka banere, qa është kjo zyrë? A është zyre juaj personale, mos mu afroni, më mua kini kujdes, mos mu afroni, mua mos mu afroni dhe mos mu drejtu ashtu. Nuk largojnë fare, na thoni, po fare, po mos mu afroni mu ashtu. Ju kushen, për qa vini ju këtu? Për qa vini ju këtu pra? A jeni si përfaqësuesi për së s'kseni përgjigje? Mos mu drejto mu ashtu rrugaq. Ambroze, të lutem, mos e humni ju qetësinë siç e humb ish numri 2. Ka përplasje. Po jo, se është e pa edukat. Ka kaluar më përplasje. Ka kaluar limit, ka kaluar çdo limit. Të lutem, mund të afrohesh dhe pak, nëse ke të mundur gjithmonë. Mirë që nuk jep llogarin, këto momente është duke u përplasur me një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike, Oleg Hankun, i cili ka bërë denoncimin polici. Ndërkohë që policia e shtetit ende nuk ka ardhur. Dhe shtyhet. Igor, cop mishi, mos shoh këtu. Gangster. Kjo është mënyra të folurit. Është qartë. Nuk të llogaris fare. Dhe nuk ka pasur asnjë përgjigje, sepse në qoftë se kjo nuk do të ishte një zyrë e Partisë Socialiste, pse do të ishte deputeti i Partisë Socialiste në këtë zyrë? Nuk ka një përgjigje për këtë. Zoti Braçi flet me gjuhën e tij arrogante dhe me gjuhën e rrugës. Pikërisht nuk ka çfarë shpjegimi t'i jap. Ne ruajmë qetësinë deri në fund.